Mirë se vjen në këtë meditim për të çliruar frikën dhe përqafuar pozitivitetin. Gjej një vend të qetë dhe të rehatshëm për të ulur ose shtrirë. Sigurohu që shpina jote të jetë e mbështetur dhe trupi yt të jetë i relaksuar. Mbylli syt butësisht dhe merr frymë thellë me hund, duke i mbushur mushkërit plotësisht. Pastaj, nxirr frymën ngadalë me gojë, duke çliruar çdo tension ose stres. Mbaje vëmendjen në frymarrjen tënde. Vërej ndjesinë e ajrit që hyn në trupin tënd, ndjej ngrohtësinë ndërsa nxjerr frymën. Mos u përpiq ta kontrollosh frymarrjen, thjesht lëre të rjedhë natyrshëm dhe në mënyrë të balancuar. Le të praktikojmë bashkë disa çaste. Merr frymë 1, 2, 3, 4 dhe nxirr frymë 4, 3, 2, 1. Merr frymë 1, 2, 3, 4 dhe nxirr frymë 4, 3, 2, 1. Merr frymë 1, 2, 3, 4 dhe nxirr frymë 4, 3, 2, 1. Skanoje trupin tënd ngadalë nga maja e kokës deri tek gishtërinë të këmbëve. Vërej çdo zonë tensioni ose shqetësimi. Teksa nxjerr frymë, imagjino të lirosh atë tension, duke lënë trupin të bëhet më i rëndë dhe më i relaksuar me çdo frymarrje. Sille vetdijen tënde për çdo ndjenjë frike ose ankthi brenda teje. Pranoj këto ndjenja pa gjykim. Prano se frika është një përgjigje e natyrshme, por që nuk të përcakton ty si person. Ti ke fuqinë ta vëzhgosh atë dhe ta lësh të shkojë. Imagjinoje frikën tënde si një rreth të errët ose si një peshë të rëndë. Vizualizoja të qartë në sytë e mendjes tënde. Shihe veten duke qëndruar i apo e fortë dhe e qetë në praninë të kësaj frike. Ti je ndar prej kësaj frike dhe ke fuqinë ta lësh atë të lirë, të largohet nga trupi yt.
Me çdo frymarrje, imagjino duke tërhequr dritë të pastër dhe shëruese brenda vetes. Ndije këtë dritë që mbush trupin tënd duke sjellë ngrohtësi dhe paqe. Sa herë që nxjerr frym, vizualizo rehen e errët të frikës që shpërndahet dhe largohet, duke u bërë më e vogël dhe më e lehtë, derisa zhduket plotësisht. Tani, sillni ndërmend një kohë kur jeni ndjerë vërtet të lumtur, të qetë dhe të sigurt. Lejo që kujtimet dhe ndjesitë e atij momenti të mbushin mendjen dhe trupin tënd. Ndjeje ngrohtësinë e pozitivitetit që përhapet përmes teje, nga zemra juaj jashtë, duke mbushur çdo qelizë të trupit me dritë dhe gëzim. Përsëriti pohimet e më poshtme për veten tënde, në heshtje ose me zë. Unë jam i sigurt dhe i mbrojtur. Unë liroj të gjitha frikrat dhe përqafoj pozitivitetin. Unë besoj në forcën dhe qëndrueshmërinë time. Unë zgjedh të jetoj me një mendësi pozitive. Merr një moment për të ndjerë mirënjohje për këtë përvojë. Falenderoje veten që gjete kohë për të kujdesur për mirëqenien tënde. Ndjej mirënjohje për forcën dhe pozitivitetin brenda teje. Bëj disa frymarrje të thella, duke ndjerë paqen dhe pozitivitetin brenda teje. Kur të jesh gati, lëvisi butësisht gishtat e duarve dhe të këmbëve dhe hapi syt ngadalë. Mbaje këtë ndjesi qetësie dhe pozitiviteti me vete gjatë gjithë pjesës tjetër të ditës apo gjatë natës. Të falenderoj që u bashkove me mua në këtë meditim dhe uroj të ndihesh sa më mirë.